الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, tema të cilën e kam përzgjedhur sonte është një temë e cila ndërlidhet me atë që është folur sot në hutbë për ata të cilët kanë qenë prezent. Pra, kena folë se për qëllimeve kryesore për të cilat është krijuar njeriu është takvalluku, apo dhe për qëllimeve pse Allah subhanahu wa taala na ka obliguar me adhurime është arritja e takvallukut. Dhe kena thënë, kena folë për takvallukun, çka kanë thënë dietarët, sikurse se kena përmendur rastin me Omerin radiallahu anhu kur e ka shpjeguar se usamja është sikurse të ecësh në një vend me ferra dhe duhet ruhesh që të mos shkelesh në të, e kështu me radhë deri në fund. Pra, shkurtimisht vëllezër, kur të përmendet takvalluku, duhet që në veten tonë ta parafityrojmë se ne po krijojmë një mbrojtje, një mburoj që na mbron nga hidhrimi dhe nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Sikurse më para i kanë pas ato pazmoret të cilat i kanë bajtur që të mos i godisin shpatat, sot i kanë ato pancira dhe ato shlema që të mos i godit plumbi, kështu duhet që edhe besimtari të formon në veten e tij një mburoj që të mos goditet nga hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Tamam. E kuptojmë se është se e tillë, por dikush mund të pyet, si të realizoj këtë? Kom qef, në rregull, e kena kuptuar rëndësinë. Si të realizojmë këtë në jetën tonë? Pikë pari, unë e ceka në hutbë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, takwa ha huna, takvalluku është në zemër. Por mos mendojna se takvallukun e kena për jashta, në vepra të dukshme. Se disa vepra të dukshme për të cilat ne sot krenohemi dhe i kryejmë ata, por kena disa probleme serioze në zemrën tonë, i kanë kryer edhe munafikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini çka thot Abdullah ibn Mesudi? Thot nuk ka mungu në namaz me xhamat tek na në kohën e sahabeve, illa munafiq malum an-nifaq, përveç ato munafik të cilët i kena ditë se janë munafika. Ato munafika tjerë të cilët nuk janë njohur se janë munafika dhe kanë qenë mesin e muslimanëve, ato kanë prezantuar namaz me xhamat. Andaj, për neve kërkohen veprat e dukshme, ne duhet të realizojmë veprat e dukshme, por realiteti i legitimiteti të këtyre veprave është përmirësimi i brendësisë tonë. Përmirësimi i brendësisë tonë. Andaj thënë dietarët, nëse ti do me përmirësu veten tënde, do me ngrit veten tënde, gjëja parë e cila duhet të bësh është të kontrollosh zemrën tënde. Do marr shembull praktik të lehtë që ta kena qartë. Se sa ma e thjesht bëhet ligjërata, aq më lehtë është që të kuptohet. Nëse ke një veturë, edhe ke problem me çka? Zemra është motori i veturës. Kur shkon ti tek mjeshtri, shkon e kontrollon. Ka mundësi me thonë ka pak luft. Ka mundësi me thonë të lëshon pak vaj. Ka mundësi me thonë ke problem me turbinën. Ka mundësi me thonë duhesh mi bërë remont, ka mundësi me thonë zbohet. Edhe zemrat e njerëzve janë të tillë. Duhet njerë me po çfarë problemi kam zemër. Dikush mund të me thonë, pse hoxha, ka dhe zemër çka zbohet, a ka dhe zemër e cila, du me thonë, s'riparohet, ka nevoj komplet më bërë remont, po ka. Ka në hadithin e që ka shinu Imam Muslimi nga Hudhejfe ibn Yaman, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriut i shkojnë fitnet, sprovat, në zemrën e tij, sikurse ato fijet e hasrës. Hasrat
kanë qenë ma para, pi fijeve të drunit, pi gjetheve të palmës, sot janë pi plastikës. Zjekini po, tek ne në për xhamia kur i shtrojnë për jashta, ato janë këtë fije. Mi marë mi njeft mirën men të janë njef ato fijet, aqë shumë ka. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkojnë njerëzve sprovat. Është interesante vëzër, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i shkojnë në zemër. Ndërsa ne sot, kur e shofim dikant, që i ka ndodhur një musibet, thënë, subhanallah, është sprovu. Shumë keqe ka pas. Ja, subhanallah, u sprovu, ka pas ndeshje. U sprovu e gërvishti kerin e ri. U sprovu, është i smut. U sprovu, s'ka fmi. U sprovu. Gjithmonë, kur përmendim sprovën, përmendim sende dukshme. Kur nuk themi, është sprovu, ka problem me imanin. është sprovu, ka problem me namazin. është sprovu, ka problem me shikimin. është sprovu, ka problem me përgojimin. është sprovu, ka problem me urrejt. Sende të cilët vinë zemër. Kur si përmendim është sprovu? Ja, është sprovu. Kjo si me thonë për kerin, është sprovu, a më qka? I kanë gërvisht pak mrapa, ose i ka plasa i shtopi mrapa, edhe e bujna shumë të madhe, gjuna është sprovu. A nuk e përmendim se ka problem me motorin? Së përmendim atje, se e len rrugës për në xhennet. Kjo të len rrugë, o vëlla. Pse je i smut, pse nuk e fmi, pse të kanë ndodhur një rast vdekje, këto në qëse durimtar të shtynë për në xhenet. A kur të godet sprova në zemër, kjo të ndalon, kjo të pengon në fitimin e kënaqësisë Allahu subhanahu wa taala dhe rrugës për në xhenet. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto sprovat kaq shumta godasin zemrën. Thot dhe ka zemër e cila i pranon ata. I thith ata. Çka ti vjen për shejtanit zemër, ki thot amin. Ki thot amin. Derisa këna në Tetov e kallzojnë në mënyrë simbolike për me përshkru gjendjen e një dy fshatrave malore atje çka janë. Ka thonë në gjitha vendet, kur vjen shejtani, kena shkon ju bën davet njerëzve, lene këtë, lene namazin. Kur i shef, thot ato, dy fshatrat veç pilark, thot, a ju kom mbes, edhe hiç nuk shkon, thot këta. Kjo nuk është e vërtetë, se shejtani është, a në mënyrë simbolike se ato s'janë fetar hiç, e kupton? Edhe kështu janë disa zemrat njerëzve. Çka ju vjen sprov, a je pranon. Çka i vjen për shejtanit cytje, a je pranon. Se ndonjëherë kur dëgjon diçka për dikon prej vëllezërve të vet, thotë audhu billah. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Asgjë shejtani ambasador tjetër, estagfirullah. Kur dëgjon një haram, thotë estagfirullah. Zot na ruaj, Zot mos na sprova. Thot e merr sprovat. E merr sprovat. Dhe ka një zemër tjetër e cila i refuzon. I vjen sprova, e refuzon atë. Thot çdo herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e refuzon zemra sprovën, i bëhet një pikë e bardhë. Derisa bëhet si një gur i bardhë, i lëmuar, që kur godet mas sprova aty refuzon. S'ka mundësi me hyjën ta. Se e guri diamanti, ti e godet ai të refuzon nga forca që e ka. Kështu bëhet kjo zemër e besimtarit. Ndërsa zemra e tjetër e cila i pranon këto sprova, thot i çdo herë, çka i vjen një sprov, i bëhet ka një pikë e zezë. I bëhet ka një pikë e zezë, thot derisa bëhet një zemër e zezë, e errët, shumë e errët, çka s'ka pikë drite. Thot sikur se ai tasi, ose ajo gota, ajo ena, kur e kthen ka e prapa. 1 milion ton ujë ti qiti, as një pikë s'hyn brenda. Merre një tas, kthej ka e prapa, lëshoja ujin, mi pastru. Ai brenda është i ndotur. Lëshoja ujin ti, a pastrohet? S'pastrohet. Kështu njeriu e shpije vetin e vet në këtë gjendje, vëllezër. Thot, dhe nuk pranon këshill. Nuk pranon këshill, vetëm se çka ja kana epshit të tij. Andaj vëllezër duhet jemi të kujdesshëm. Se zemrën e kena amanet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha. Idha saluhat
salaha al-jasadu kullu. Me të vërtet, në trupin e njeriut është një pjesë, nëse ajo është në rregull, komplet njeriu trupi i tij do të jetë në rregull. Pra, nëse ne kena zemrën në rregull, vepra do t'i kena në rregull. Vepra tona do t'a kena në rregull. Besimin ton do t'a kena në rregull. Kjo, do me thonë, se tham, e para, duhet që njeriu ta kontrollon zemrën e tij. Ta shef se çfarë, do me thonë, çka ka nevojë ky. E dyta është që njeriu ta mbush zemrën e tij me sende të dobishme. Duhet po ashtu që masi e shef, ose para se e mbush, masi e shef se ku e ka problemin, të fillon ta pastron. Duhet ta pastron njëherë. S'mundesh ti, kur e ke, në me thonë, vendin e ndotur, me vu send pastër. Çka thot? E ka marrë një gotë, e ka të ndotur atë gotën, edhe thot kom qitu i zemzemi. A mundesh me pi? Do dush njëherë mi pastru, vlla. U i zemzemit, po, ama pastroje njëherë. Edhe na, fillimisht duhet mi pastru. Si mi pastru? Mi kërku falja Allah subhanahu wa taala. O Zot, unë i kom bë veti zullum. O Zot, i kom bë veti zullum. Kom shumë mëkate. Ndihmo më Zot. Ma pastro zemrën time. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur bën ti lutje, o Zot, na pastro neve ashtu siç pastrohet tesha e bardhë nga papastërtit. Se zemra jonë është e bardhë, ne e kena ndodhë, na pastro Zot, bën të doa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bën të doa sejdë, derisa thonë te Ummu Seleme, doaja më shumë ti që e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sejdë ka qenë o rrotulluesi zemrave. Ma forco zemrën time në fen tënde. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutje për gjinahet çka i bojmë. E dyta, liroj njerëzit çka po i mon burk në zemrën tënde. Çka do me thonë kjo? Shumë kena njerëz në zemër të cilët i xhelozojnë. Shumë njerëz të cilët i urrejnë. Shumë njerëz të cilët i kena smirë. Shumë njerëz të gjithë jetojnë të burgosur në zemrën tënde. Pa mos mi liru këta, s'mundesh me vendos fjalën Allahut subhanahu wa taala. S'mundesh me vendos sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'qëndron aty vëllezër. Liroj këto. Liroj, thuj për hir të Allahut i lirova, për hir të Allahut ja bëna halal, për hir të Allahut ja kum fal. Liroj për hir të Allahut. Bile një pediatarve kur e pyetën si mi abo, tha bën dua për ta. Bën shumë dua për ta. O Zot, i ke dhënë pasuri, o Zot, shtoja pasurinë. O Zot, i ke dhënë mirësi, shtoja mirësinë. O Zot, i ke dhënë pranitë e njerëzit, shtoja. Bën dua sa më shumë për atë, kemi mund shejtanin dhe çytjet e tij. Në thot aty orës sa valla se ne bëj. Problem. Shumë problem. Tha s'po ku be thuj o Zot, mjep edhe mu si i ke dhënë atij. Amo, kur hyn shejtani tek njeriu, kur e merr përpara ja me ato cytjet e tij, çka e bën? O inshallah, edhe ai mos ket ndarë se s'ka mone, thot njeriu. Veç ajt mos ket, ndarë se s'ka mone. Veç as du mi pa mirë. Vëzër, gjeneratat e para pejgamberit, to e pas mësues pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, s'kan majt urrejtje dhe zili për njëri tjetrin. S'kama, çuditësh ti në përbeteja, kjo jep ujin, ki thot jo jepja vëllai tem atje. Gjithë plagosur. Epi ati vëllai tem. Ose kur kanë ardhur me dine, e dini rastin e një orë që të mos e zgjat shumë. Ai thot që ku e ke, ti ke ardhur për Mekë, se ke lënë familjen, e ke lënë pasurinë, hajde këtu ke une. Gjysën e pasurisë komplet çka e kam është e jotja. Kur se ka njoftë vëlla. Vetëm se i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është vëllau jot në Islam. Merë gjysën e pasurisë. Ka thonë, edhe unë i kom 2 gra, zgjedhe njënën, unë e ndaj martoheti. La ilaha illallah. Dalesh ndonjëherë mendon, shka jon be këta njerëz. Ky do me hynë xhenet, unë do me hynë xhenet. Ky i ka thonë vëlla musliman, unë i thonë vëlla musliman. Ama dhe shka i ka thonë Abdurrahmani, ka thonë, ja, ma bën halal.
Ka thëmë kalzo ku është tregu, shkejën e vetë punoj. S'ta marë pasurin tënde, s'ta preki pasurin tënde. Ti e vlau jenë. Kështu kanë qenë vëllezër lidhja aty. Andaj ne si besimtar duhet të rregullojmë veten tonë. Duhet të rregullojmë zemrën tonë, që më na qëndru besimin ta, që më na qëndru imanin ta. Përndryshe s'ka mundësi. S'ka mundësi me qëndru Kurani. Dietarët përmendin dhe thonë për arsyeve që ta ngjall zemrën, që ta rrit takvallëkun, është leximi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe na kur e marrin fjalën e Allahut, e merr Kur'anin, e çel Kur'anin, valla mirë, Allah na lesoft, edhe e len. E merr pak, e len. E merr pak, e len. Pse? Nuk gjen vend te na. Nuk gjen vend te na, s'është pastër. Nuk është pastër o vëllezër. S'mundet me qëndru, nuk e zen, nuk trin, për atë çuditesh, dikunja Allah ja ka dhënë udhëzimin, devijoj be ky. Po devijoj be se ka pas pastër. S'ka mujt me qëndru Islami aty. S'ka mujt me qëndru Kurani aty. Ndërsa Uthmani radiallahu anhu thënte, nëse i kishim pas zemrat e pastërta, vallahi s'kishin mujt mungi të lexu fjalën Allah subhanahu wa taala. Na edhe kur marrim me lexu, dikush e dëgjon tash këtë ders edhe shkon e merr Kur'anin. Çka bën? Ja nis me një herë. Hatme dhe mi bo, dhe një sabat do mi bo hatme. Edhe merr ndezi edhe kur mos e çel deri në fund të Ramazanit. Ja, ka dale Allah. Ka dale. Po, me Kur'an pastrohet, me Kur'an rregullohet, ama ka dale. Se në kështu jena, një herë 6 muaj luajna futboll, edhe atë natë ngajna mirë, e pastaj 2 ditë ati shefit aman pushim se i smut. Duhet ushtrim, Ibn Qayyim thot, shpirti, zemra duhet më ushtru. Ka dale. Sot e lexon një faqe, nesër lexon një faqe një resht, një faqe 2 resht, një faqe 3 reshta, ka dale. Po çka? Me punu. Për arsye e tjera të cilat ndihmojnë që na me e pastru zemrën tonë, me shtu takvallëkën, është shoqëria e mirë. Allah subhanahu wa taala thot, dhe dura ma alladhina yad'una rabbahum, ma ata të cilët e adhurojnë dhe lusin Zotin tënd. Dhe mos e kthe kokën ndaj atyre të cilët e kanë qëllim dunjan. Ju vëllezër, ne pa njëri tjetrin s'mundena me përparu. Pa njëri tjetrin s'mundena mu ngrit. Ti shkon ashtu, Allah e kishte lënë vesh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si kishte çu shok. Po ka qenë shok të cilët e kanë mbajt njëri tjetrin, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju jeni vëllezër njëri tjetrit. Thot, besimtarët janë si ndërtesa, yashuddu ba'duhu ba'da. Është si ndërtesa. E ke pa ato tullat? Çdo tull e forcon tjetrën. Kena problem me një tull, një dridhje vogël arzon ndërtesën. Edhe na vëllezër, duhen na mbajt njëri me tjetrin. Duhen na ngrit njëri me tjetrin. Se vetëm kështu arrim ta pastrojmë veten tonë, ta përmirësojmë gjendjen tonë dhe ta përmirësojmë gjendjen e komunitetit tonë. Lutë Allahu subhanahu wa taala na ndihmon neve në përmirësimin e vetes tonë, na ndihmon neve në pastrimin e zemrës tonë, na ndihmon neve që të mendojmë dhe të meditojmë dhe të na jap vetdije se sendi i parë të cilën duhet ta rregulloj para se të rregulloj tjerët, është zemra ime. Nëse une s'arri me rregullu zemrën time, nuk më bën dobi e jashtëmja, e asajo të cilë ja thëmë të tjerve. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.